asfalt që është e ndaluar. Këto përdorin lloj-lloj artificash, pra herë me procedura administrative, pra është parashiku para shumë kohësh me noll kjo, siç është bonusi i pensioneve, herë përdorin mekanizma të tjerë që feudali i zonës pagun lek dhe banor që nuk kanë lek ndoshta me hangër buk, investojnë që asfalti më ushtru. Dhe ky quhet kontributi komunitetit. Pra gjërat qesharake që ne gjithë e dina si funksionojnë, pra ligjërisht janë të mundshme, moralisht janë të papranueshme. Okej. Pullazi. Tani, them drejtën, njerë të falenderoj për ftesën, dhe po me sa dëgjoj edhe me sa po mendoja tani, i njëjta retorik, e njëjti arsyetim, gjithmonë dalin këto historitë që Partia Socialiste, organizimi bandave, organizimi administratës shtetërore, po ta kapësh pak në detaj, zotin Kopliku, edhe për punët e bashkisë janë punët më normale, komunitare, pra sistemimet, rregullimet, infrastrukture, këto, shfrytëzohet si alibi me ide që do merret për fushat elektorale, ndërkohë që vetë struktura e bashkisë, po jam unë tani, unë jam pjesë e bashkisë Tiranë, dhe jam punë komunitare që duhen bërë për ditë dhe nuk besoj që krijon një situatë, aty del gjithë historia që do fitoj Partia Socialiste se ushtru një segment rrugor ose u rehabilitu një segment. Mu më duken... Elementi kryesor është përdorimi i administratës shtetit në zgjedhje. Nëse po merrni nga fundi, son rreshtohet disa elemente. Por mendoj që si gjithmonë, kemi disa palë zgjedhje që marrin pjesë, jemi pjesë aktive e zgjedhjeve, gjithmonë alibia përpara se të fillojë votimi dhe përpara hapjes çelës fushatës, shkojmë gjithmonë me idenë që Partia Socialiste kështu, bandat, kjo, ajo. Ndërkohë që institucionet shtetërore sot kanë vënë para precis ato që supozohet banda, gjitha këto histori, qoftë flasim për rastin konkret, por të krijosh një alibi përpara fushatës, unë e kuptoj shumë mirë, zoti Spahiu që thotë që ishte një grup deputetësh që priti zotin Berisha, okay, puna e tij, sepse unë besoj që është pjesë e agendës fushatës, nuk besoj që është qendrimi zyrtar i Bashkimit Evropian ose i Partive Popullore Europiane, sepse mendoj që zoti Berisha ka akuza reale dhe nuk besoj që sot Bashkimi Evropian mbështet njerëz dhe mbështet personazhe që cilët janë të akuzuar nga drejtësia dhe kanë vuajtur qoftë edhe një vit arrest shtëpie dhe besoj që padrejtisht ajo është akuzë komunikuar nga gjykata, nga prokurorët, pra janë gjykata dhe prokurorët të shtetit shqiptar, nuk janë as Parti Socialiste, po janë të shtetit shqiptar. Dhe unë këtu shikoj që zoti Berisha dhe për te kur merr ato udhëtimin e vet, shkon për të justifikuar problemet e veta personale. Pra, ajo që më vjen keq në gjithë historinë është që e gjithë Partia Demokratike fokusohet në çështjen po të mbrojtën e zotit Berisha. Po qa është kjo? Adheu si që ajo? Vendim, qa aplikacion është kjo? Zoti Kopliku e ti shumë mirë që të njëjtin aplikacion ka dhe Partia Demokratike. Partia Socialiste pa tjetër që është më organizuar si strukturë, është më organizuar. Tani nuk është fajnë Partia Socialiste që është më organizuar. Bana shpjegim shumë gjatë, tani zoti Kopliku. Edhe herë, elementat që se s'du me jo nërhy, vetëm për ju përmend elementat që përmend. Partisë Demokratike mundësia për të shku dhe për aplikacioni përdor edhe një herë. Diaspora. Dje një drejtues e Partisë Demokratike ishte në diasporë. Ata bëjnë një përmbledhje. Po jemi mëse reduktoni gjana që shërojnë. Unë mendoj ne sot do të vinim të diskutojmë për çështjen e fushatës, çfarë do të bëjmë më mirë. Patjetër të marrim edhe mendimin e opozitës se çfarë që është bërë më mirë. A mund të respektoni 30 sekonda? Po të respektoj, po i kisha elementat, po jeni të marrë të asfalti, jeni të marrë. Jo, se mos më thush pastaj që është dhunë kundër opozitës. Jo, këtu në studion time s'lejohet, dhuna verbale. Atëherë, unë përmenda 5 element dhe nër 5 element ju mort me ma pak të rëndësishmin me atë asfaltin atje. Unë përmenda elementin e parë që përdoren të dhënat shtetënore për me furnizu aplikacionet tuja, krimi elektoral. Përmenda faktin që një person nga më të rëndësishmit e shtabit tem elektoral shkarkohet me justifikimi. Jo, po ju thamune. Po ju thamune. Publikisht denoncoje. Po sigurisht do të denoncoje. Po pra do të denoncoje personi me rrogat. Qoftë i kanë padrejtisht, po padrejtisht i kanë rap, personi ka me gjyq, shteti ka me pagu edhe patronazhistin që vjen në vend ti, edhe
gjyqin që ka fitu personi që është në shtapin tem. E treta, politik to që thua, se nuk jo, vërteta pra. Pesu për konsum politik tani me që është fushata. Edhe i herë, drejtuesja e gjendjes civile në Shkodër është shkarku sepse merr pjesë në aktivitetin tem. Është e verifikueshme, ju mundeni mu fut me kontrollu postimet e saj jashtë orarit punës në aktivitetet e mia elektorale dhe justifikimi ju keni shpreh mendimin tuaj hapur në rrjetet sociale. E kam lexuar këtë me sytë mi. Është e verifikueshme. Dhe thash edhe një herë, shteti nuk e ka problem me pagu edhe patronazhistin që do të vendosnin në vend të saj dhe një minutë patronazhist pra se ju keni bë administratën i vetmi vend botë i vetmi vend botë nuk e përgjigj asnjërin për akuzat që bën pra. Një soje. Pa mbyll sketën, fluturoni direkt i vetmi vend botë që rritet administrata dhe zvoglohet popullsia. Në 2013 janë paguar kemi akoma debit gjyqeve të humbura në kohën e Berishës të administratës publike? E din apo jo? Ke informacion? Unë kam Vazhdojnë akoma. Po vazhdojnë akoma. Kontrolli i lartë i shtetit ka gjetur 200 milionë euro buxhet që paguhet për gjyqjet e humbura. Vitin 2013. Ne paguajmë begeti. Milion euro paguajmë televizionin që ju i kemi në gojë.